të dashur, në shpirt ai të plagoj. Buzë përgjatur nga të kuqt e tu, si frazës time sa i shkoj. Krenar për ty, që të shtiu në dorë, gjithë shok dhe emrin tënd më tha, pran gotës së birës për ty folë, në park të djela dhe ata. Dhe ti e vetë me mbete, bosh, mbe sytë e tu, në net bigjilash, si sheshi shkrep, ku por sa ndodh një katastrofë automobilash. Tani kur shkon rrugës të Tibrës, ata me sytë ndjekin pas, pastaj me bryl i bien shoku. E sheh filane, e kam pas. Dhe ti ul kokën shpejton apin, ta arrish tek shoqja sa më shpejt, të përshpërisësh fjalët standard, një lloj janë të tërë. Të dyja tullura pra radios, të ndihmë njështur nga një cigare, tek supi i saj në fjalë lajmësh, një çast remitja të të marrë. Dhe do të çojë tek një rrugë tjetër, me gjërë, më bukur dhe mere. Atje në spond fabrikash njerëzik, nga këmbët, zotët vërre. Atje ku tecësh midis turmash, me një grup djemsh, ndoshta midis. Dikush me bryl do t'i gjerë shokut, e sheh filane, ishin miq. Është romani Qyteti i parë në Flamo. Rosnezi e karakterizon
karakterizojnë përgjithësime të gjëra historiko-filozofike, subjekti i ndjeshur dhe mendimi i thellë i shprehur shpesh në anët të paradoksës mbi bazën e asociacionit apo të analogjive historike. Ideja e romanit generali i ushtrisë së vdekur është shpirti i ridashëm si populli shqiptar. Temën e shpirtit të paposhtur të shqiptarëve në përshekuj autori e trajtoi edhe në romanin Kështjella. Kështjella 1975. Në romanin Kronikët e Okurën, Kadare kritikoi psikologjinë provinciale dhe traditat prapanike. Problemet të rëndësishme të historisë janë trajtuar edhe në përmbledhjet me trajtimin e novela. Emblema e diturshme, ura me tre harqe dhe gjaftësia. E veçanta e talentit Ismail Kadaresë shfaqet sidomos në trajtimi nga një kontekst i ri, i temës historike dhe në tingëllimin e një breshte aktual që është i jap asaj. Një nga krijimet më të shuara të Ismail Kadaresë dhe të gjithë tjetërsisë së re shqiptare është romani Në punësi i pallatit të ëngave. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, siç e kuptuam edhe nga hapja, sot jemi mbetur për të përkujtuar dhe për të analizuar veprën e një prej shkrimtarëve më të mëdhenj që ka pasur letërsia moderne shqiptare. Fatkeqësisht, ditën e djeshme, Ismail Kadare është shuar nga jeta dhe Shqipëria, gjuha shqipe dhe letërsia shqipe ka humbur një ndër simbolet më kryesor të saj. Gjuha shqipe ka pasur shumë shkrimtar të njohur gjatë gjithë historisë së saj. E dim që është një ndër gjuhët më të lashta në botë, është një gjuhë që ka shumë virtyte, por Ismail Kadare është personazhi kryesor i cili e ngriti sa më lart ndërkombëtarisht dhe promovoi sa më lart ndërkombëtarisht gjuhën dhe letërsinë shqiptare. Për ta kuptuar pak më mirë se kush është Ismail Kadare, duke falenderuar Ajlen për leximin që ju bëri, për prezantimin, do të shikojmë një sigël për ta kuptuar më mirë se kush është autori për cilin do flasim sot. Mëngjesin e kësaj të hëne mbylli syt për gjithmonë kolosi i letrave shqipe, shkrimtari më i madh shqiptar dhe një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të kohës në botë, Ismail Kadare. Shkrimtari më në zë shqiptar brenda jashtëkufive të Shqipërisë. U nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Ai lindi më 28 janar vitit 1936 në lagjen Palordo të Gjirokastrës. Vokacioni i tij për letërsinë zorifiu në moshë të hershme. Në vitin 1963, botoi romanin e tij Generali i ushtrisë së vdekur, i cili pati johon edhe për te vendit. Ishte pikërisht ky roman që i dha njohje ndërkombëtare kur u botua në vitin 1963, kur Shqipëria qeverisej nga qeveria komuniste e diktatorit Enver Hoxha. Romani u vlerësua nga gazeta e njohur e Parisit Le Monde si një ndër 100 librat e shekullit të 20. Në këtë rrjedh, autori u frymëzua edhe për shkrimin e romanit Krushqit janë të ngrirë, i cili flet mbi demonstratat e vitit 1981 të shqiptarëve të Kosovës. Një tjetër roman i vlerësuar ishte Kronik në Gur i vitit 1970. Në vargun e publikimeve të pandërprera, romani alegorik Në punë si pallati të ëndrave i vitit 1981 veçohet si më i lakuari në tërësinë e veprës së Kadares. Veprat e Ismail Kadares janë përkthyer në mbi 50 gjuhë të botës, duke bërë kështu një nga shkrimtarët më të adhuruar anëmban globit.
Në vjeshtën e vitit 1990, përpara se në Shqipëri të vendosej pluralizmi politik, Kadare u largua drejt Francës, ku kërkoi azil politik. Ai jetoi në Paris, ndërsa vitet e fundit u rikthye në Tiranë. Më 17 tetor të vitit 2023, shkrimtari të madh shqiptar ju dha titulli oficerit të lartë të Legjionit të Nderit nga presidenti francez Emmanuel Macron. Shpeshim i tij u përfol si një ndër kandidatët për marrjen e çmimit Nobel për letërsinë. Në vitin 2005 fitoi çmimin ndërkombëtar prestigjioz Booker, ndërkohë ishte pretendent edhe për vitin 2024 me librin Kur sunduesit grinden, i cili u vlerësua si një meditim letrar magjepsës mbi Rusinë sovjetike, autoritarizmin, strukturat e pushtetit në një periudhë shkrimtarësh të mëdhenj. Që prej vitit 1996, shkrimtari shqiptar është antar i asociuar përjetësisht i Akademisë të Shkencave Morale dhe Politike të Francës. Ai është vlerësuar me një sër çmimesh ndërkombëtare, me Booker Prize, Princi i Asturias e të tjerë, si i përzgjedhur në radhët e shkrimtarëve botërisht të njohur, sikurse Gabriel Garcia Marquez, Milan Kundera, Philip Roth e të tjerë. Personalitetet të larta të vendit dhe jo vetëm kanë përcjell mesazhe të ngushëllimit për ndarjen nga jeta të shkrimtarit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryetaria e Kuvendit Lindita Nikolla, si dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kreu i opozitës Berisha e cilësuan një humbje të madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për botën. Tani ju jeni pak të vegjël, por prindrit e juaj, gjyshrit e juaj e kanë njohur Ismail Kadaren dhe e din që dhe ju ndjeni me shumë fat që kemi jetuar në kohën e tij. Ismail Kadare është nga figurat më të mëdha të letërsisë shqiptare, po jo vetëm i letërsisë shqiptare. Të kuptoni që Shqipëria është një vend i vogël dhe kemi thënë shpesh që ne jemi një vend i vogël dhe për një vend i vogël është fat shumë i madh që të nxjerrësh njerëz që të bëjnë të njohur në botë. Një vend kaq i vogël sa Shqipëria ka nxjerrë shkrimtar shumë të mëdhenj, të cilët e kanë zhvilluar letërsinë shqiptare, por kanë ndikuar edhe në letërsinë botërore. Sot do të fokusohemi vetëm tek Ismail Kadare. Nëse ne do të lexojmë veprat e Ismail Kadares, nëpërmjet Ismail Kadares, nëpërmjet poezive, romaneve dhe vjershave të tij, do të mësojmë shumë gjëra. Kalojmë nëpër disa etapa dhe nëpër disa fusha. E para, ne mësojmë historinë e kombit tonë. Nëpërmjet atyre që ai ka shkruar në romane, ne kuptojmë, kalojmë dhe njohim të gjitha etapat e historisë së kombit tonë. Gjë e parë që Kadareja e bëri të njohur në botë, nëpërmjet veprave të tij, bëri të njohur historinë e Shqipërisë. Dhe nëse do ta shikoni këtë tabela aty, historia e Shqipërisë, nëse do ta analizojmë tek veprat e Kadares, ndahet në dy pjesë, ndahet përpara vitit 1912 dhe pas vitit 1912. Ju e dini që në vitin 1912, në 28 nëntor, në qytetin e Dorës, Shqipëria u shpall e pavarur dhe që nga aty njihet zyrtarisht shteti shqiptar i Soçëm. Përpara vitit 1912, ne jemi një nga kombët më të lashta në Ballkan dhe Kadareja nëpërmjet veprave të tij u mundua gjithmonë ta cilësojë dhe ta ngrejë sa më lart të gjithë historinë tonë të lashtë. Që jemi një vend autokton. Jemi një popull me një kulturë dhe një letërsi të lashtë. Nëse Kadare ka disa vepra nëpërmjet të cilave, nëse ne do t'i lexojmë do të studiojmë pika të ndryshme të historisë së Shqipërisë, duke nisur nga viti i mbrapsht, i cili tregon ngjarjet e menjëhershme pas shpalljes së pavarësisë, të cilët shqiptarët pohuanin për të krijuar, për të stabilizuar shtetin e tyre, sepse dihet që gjithmonë fshinjët na kanë sulmuar, na kanë pushtuar, nuk kanë dashur që ne të kemi një shtet. Dhe analizën më të mirë Kadareja të gjithë ngjarjeve historike e bën tek mosmarrëveshja e Shqipërisë me vetveten, ku shpjegon mbi cila është i veçantë sepse bën fut stilin e prozës, letërsisë
dhe historisë, të shpjeguarit dhe të ruajturit me historinë nëpërmjet artit të letërsisë. Në qoftë ju do lexoni Ismail Kadaren, ju do të njihni dhe me historinë dhe me qytetërimin botëror. Ju do të njihni me historinë e Greqisë së lashtë. Ju do të keni mundësi të njihni me historinë e perandorive të vjetra, duke filluar nga Greqia e lashtë, nga Roma, nga perandoria osmane, Emerat. Domethënë, Kadareja është u fokusua dhe na sjell ne nëpërmjet veprës së tij jo vetëm historinë shqiptare, ngjarje të frymzuara nga historia e shtetit dhe e shqiptarëve, por dhe ngjarje të frymzuara nga historia botërore. Kjo e bëni Kadaren në një tjetër aspekt që të dali jashtë kufive të shtetit shqiptar përmes veprës së tij. Nëse ju do të lexoni për shembull përbindeshin, do të njiheni me historinë e Trojës, me historinë e Elenës së Trojës, me historinë e Kalit të Trojës. Por madhështia e Kadaresë është sepse i merr nga lashtësia dhe e sjell e përshtat me personazhe në kohën reale. Por sot në këtë temë ne do ta trajtojmë veprën e Kadaresë se si na ndihmon ajo të zbulojmë qytetërimet, të zbulojmë qytetet, sepse do ta shohim që ajo është e shtrirë jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe ndërkombëtarisht. Për shembull, kalojm pak te slajdi tjetër, do ta nisim me qytetin ku Ismail Kadare lindi. Ismail Kadare lindi në qytetin e Gjirokastrës dhe qyteti i Gjirokastrës është një nga simbolet që gjehet në veprat e tij. Kur ishte i vogël, ai e dëronte të bëhej shkrimtar dhe babai i tij dha një këshill që nëse do të hysh letërsisë, bëhu shkrimtari më i mirë. Besoj se e mbajti fjalën, sepse është shkrimtari më i mirë i letërsisë moderne shqiptare dhe është shkrimtari që na çoi më afër se kur marrjes së çmimit Nobel. Çmimi Nobel është një çmim i madh ndërkombëtar që jepet për letërsinë, që fatkeqësisht dhe pse e meriton shumë, gjuha shqipe dhe letërsia shqipe nuk e kanë akoma të arshivuar zyrtarisht të çmim. Sepse thash që gjuha dhe letërsia shqipe kanë vepra shumë të mëdha botërore, por që çmim të tillë prestigjos siç është çmimi Nobel nuk kemi arritur ta marrim akoma. Jemi afruar shumë me kandidatura si Gjergj Pishta, që është një figurë shumë e madhe e letërsisë sonë, Lasbush Poradeci, Migjeni, por ai që na afroi më shumë se kur dhe e prisnim vit pas viti, dit pas dite, ishte Ismail Kadare. Në shuarjen e tij dje, humbën dhe shpresat tona që ne shumë shpejt të fitojmë një çmim Nobel, por letërsia shqiptare meriton një çmim Nobel. Për të kaluar tek Gjirokastra dhe t'i marrim qytetet dhe etapat me radhë, do të na lexoj Zysh Sara një pjesë se si Ismail Kadare në librin kronik në Burg na e përshkruan këtë qytet me syt e një fëmije. Ishte një qytet i çuditshëm, që dukej sikur kishte dalë në lugim pa pikur një natimrit si një gjendje parahistorike dhe duke u kazavjerë me motivet mëdha, ishte gjepur paqen. Gjithçka në këtë qytet ishte e vjetër dhe e durr. Kishte nisur nga rrugët dhe krojet e gjerë popullatet e shtëpive të tij të mëdha shekullore, që ishin të mburuara me pllaka puri gjyrëri, të ngjashme me ca lufta gjigante. Ishte e vështirë besoje se në ato racë të forta bëllonte dhe vërtrihej mishi buti i jetës. Çdo udhtari që e shikonte për herë të parë, qyteti i zgjonte dëshirën për të bërë një krahasim, por aty për aty, pasi udhtari vinte në Graz, qyteti e plagte krahasimin sepse ky ishte një qytet që nuk gjante me asgjë. Ai nuk i mbante gjatë krahasimet, ashtu siç nuk mbante gjatë shirat, breshërit, beret dhe flamurat e shumëgjyshëm të huaj, që iknin siç vinin pirgjet e tij aq të përkohshëm e të mosqen sa që ishte i përjetshëm e i rrokshëm ai. Ky ishte një qytet i lirët, ndoshta më i lirët në botë, që i kishte thyer të gjitha ligjet e urbanistikës. Nga shkaku i vjetësisë së madhe, ndodhte që në nivelin e pullatit të njërës shtëpi gjendeshin themelet e tjetrës. Dhe me siguri ky ishte i vetmi vend në botë ku kalimtari futëzohej në një vend
lënde limanjet e një minareje. Shumë gjëra kështu ishte të pabesueshme dhe shumë çka ishte si naftra. Duke ruajtur me vështirësi jetën njerëzore në qytetet dhe në lëngoshkën e tij të burg, qyteti shkaktonte asaj padashur shumë dhëmbje, gërbishje dhe plagë. Dhe kjo ishte një gjë e natyrshme, përderisa ishte një qytet prej uri dhe çdo prekje e tij ishte ashpër dhe ftohtë. Ishte vështirë të ishte fëmijë në këtë qytet. Kadareja, në kronikën e përshkruan në syrin e fëmijëve të gjithë ngjarjet e qytetit dhe përshkruan se si ka parë ai në syrin e tij, si fëmijë që ishte. Ismail Kadareja, të mësojmë një poreshje, ka lindur në një rrugicë, në lagje pa lartëtor në qytetin e Gjirokastrës, në një rrugicë që quhet Sokaku i të Marrëve. Quhet Sokaku i të Marrëve profesor, sepse është i tjerët dhe nëse do ecësh, ai e përshkruan shumë bukur aty, ka shumë mundësi që mund të thyesh qafën nëse nuk e ke këmbën në zotëri. Pra nëse ti nuk e ke mendjen dhe leterarisht të ngjan shumë e bukur, nëse koka të merret, ti nuk të rrezohesh, pra të thyesh qafën, sepse është e tjerët komplet si rrugicë dhe prandaj quhet Sokaku i të Marrëve, nga vetë fjala të marr, pra njerëz të lojtur. E keni parasysh kuptimin. Nëse Kadareja është frymzuar shumë nga Gjirokastra dhe unë këtu ju kam vënë vetëm 3 romane, në cilat ju mund të zbuloni shumë për Gjirokastrën dhe ta shihni se sa bukur e ka lidhur Gjirokastrën leterarisht dhe artistikisht Ismail Kadareja. Por personalisht profesori juaj dhe të gjithë ju që përmendin Gjirokastrën, na vjen në mendje princesha Argjiro. Me poezinë e bukur rasti Yli po sushua, sepse Ismail Kadareja i ka kushtuar një poezi dhe ka bërë shumë të famshme legjendën e princeshës Argjiro. Të gjithë lexuesit e parë të Kadarejës, kur janë të vegjël, përballen ose me princeshën Argjiro ose me kronikën e burg. Këto, nëse do t'i lexoni të treja këto libra, ku të lidheni do të kuptoni që Kadareja ka përshkruar shumë ngjarje të Gjirokastrës. Pak më poshtë ku ta mbaroj këtë orë leterare që ne po flasim bashkë, ju do të ndiqni dhe një intervistë të Ismail Kadarejës, ku ai përshkruan të gjithë jetën e vet dhe përshkruan dhe qytetin. Kur Kadareja ishte fëmijë, Shqipëria ishte pushtuar nga Italia dhe më pas nga Gjermania naziste. Dhe tani shikoni pak, ju nuk e keni jetuar luftën, por lufta është shumë e tmerrshme dhe është shumë e keqe. Për të mëdhenj është shumë tragjike. Për të vegjëlit mund mos duket aq tragjike, sepse nuk i kuptojmë shumë gjëra. Dhe bëjmë shumë mirë që nuk i kuptojmë shumë gjëra dhe prandaj ju jeni aq të mirë dhe aq të pafajshëm, sepse shumë gjëra rreziqe të jetës nuk i kuptoni. Dhe Kadareja si fëmijë shikonte avionët që kalonin sipër qytetit, po kjo i duket diçka shumë argëtuese, pavarësisht se ishim në një luftë. Po lexoni kronikën e burg, do të kuptoni të gjitha gjërat e mrekullueshme që Kadareja është frymzuar nga qyteti i Gjirokastrës. Një tjetër qytet që ne zbulojmë nga vepra e Kadarejës, që do të jetë tek slajdi tjetër, është qyteti i Moskës. Moska ndodhet në Rusi. Përpara viteve 90, Rusia quhej Bashkimi Sovjetik, sepse ishin të bashkuara disa republika në një të vetme dhe quhej Bashkimi Sovjetik dhe i bashkonte një ideologji dhe një filozofi që ishte ideologjia komuniste. Kadareja në librat e tij e përshkruan qytetin e Moskës, ka disa libra për përshkruan sepse ishte student dhe ndoqi studimet në Bashkimin Sovjetik. Në librin Dimri i Vetmisë së Madhe, ju e dini që Shqipëria përpara viteve 90 ka jetuar një periudhë që njihet si periudha e diktaturës, dhe në këtë periudhë ne u përplasëm me disa superfuqi, siç në fillim ishim bashkëpunonin dhe më pas u përplasëm siç ishte në rastin konkret Bashkimi Sovjetik. Këtë përplasje të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik
Ismail Kadare e përshkruan shumë mrekullisht dhe i frymëzuar nga kjo ka ndërtuar një roman që është ndër romanet më të bukur shqiptar dhe ai ka gjuetur periudha e grindjes sepse e ka nisur për të bërë 3 romane dhe nuk u bën 3, u bën 2 dhe quhet Diptik dhe është dimri i veprisë madhe që tregon përplasjen e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik dhe pak më poshtë slajdi tjetër do ta shohim pastaj, që është koncert në fund të dimrit që tregon përplasjen e Shqipërisë me Kinën. E njohim dhe Rusin, e njohim dhe Kinën dhe di që janë vende shumë të ndaja. Mrekullisht Kadareja ka thyer në 2 romane shumë të mrekullueshme. Teor, ne do ta zhvillojmë duke marrë dhe informacione, duke analizuar dhe veprën e Ismail Kadares, por duke dhe përkuptuar dhe pjesa dhe drama dhe pjesë nga librat e tij, pra do ta bëjmë bashkërisht. Jemi mbledhur këtu vetëm 3 klasa nga klasat e kampit dhe ne do të flasim me njëri tjetrin dhe do të përkujtojmë veprën e Kadares. Do ta nisim me klasën e Zyt Paviolës me çfarë ata kanë përgatitur për përkujtuar sot shkrimtarin Ismail Kadare. Në sërën e gjerë të veprës të Kadares, klasa ime ka përzgjedhur vetëm disa nga poezitë e tij për të sjellur punën ndër të tij dhe fillojmë me Dionisin. Patriotiske uvës së pafundit, shpërndindrurë gjëherënës, i gjokse përgjës anë këndët, i artin dhe talioni anës, e le këtikën, pil pasteje, se stofi keq, usbek të rinjë, i gjajnë toka, hëllit, deja, me negativim, e në filmi, ka në fusa, shkojnë në duar, njështë të fuje, e reportu, sa mundare, të gjëshmuar, duke që lartë, që dojë të sotër, që të bëjë, të themë vetën të ime, të këtë orë të vonë të nusë, të qerja balta dhe lëshkime, të lasë se të gjonë, të zhukë, në të shkojë të kullën, duke dhe, i në gjynë, duke rëmë, duke e di që do të gjellet, i topi në dalioni anës. Që
vjetër Herakliti se të më kujtua së të shpërtej. Lëzuar e janë bashkë në bot, ose të vjetërit janë vetë. Të të ndër kemi rënë ka qëtit që së të shpërgjeni va, ka kita shilurani, dhe unë në shpërgjës të të njëva ma. Ndarja erdhi, po iki lartë e asgjë e jashtëzakonshme. Veç ndonjë natë, gishtat e dikujt do të vleksen në flokët e tua. Ne të rëkëtit gishtat e një me kilometrat e gjatë. Në parku që pëlluar fletët, të dy ne ecim që të thishëm. Pas shies saj ka shtuar vjeshta, qeliri të verdhë natyrisht, dhe ndoshta si një ëndër e zbet, të ju fani një muzikë i folë. Ky park që e ka në pëlluar fletët, ku pas kaq shekuj ti po shkon. Nga vagabondët e cigaret, ti mos utrëm e dashën kot. Imazhin tëndë, as dinosaurët shekuj më parë se shtypi pëndot. Që ti të vje kaq e bukur me këta flokë, me këto hapa. Toka të e grën klimën e zburte, dhe apunajën dhe mbrapsht. Dhe s'kishte se si të ndote ndryshe, s'kishte se si. Unë desh të shtukeshin vërtin, desha që të kjo botë të vjeti. Ti ishe për më, e më apotu si troje. Troje që unë do se të shtoje, ti ishe për më. E asë të lëshme, se i shkrimet, vetëm në abra, i përqetoja fletët e dendeve, gazën shumë në leja, e të shtroja, se gjithë leqët, për ratroja, vetëm në ëndra mishe, e të lëshme, ti e shtrejta një e shkruajt. Mars, ari ngrohet pak nga pak, bomba siteve bën fresk, me frenjeve zoq të befas si me telex. Ne lajmet e botës ka shetësim jo pak, vicatin e shekullit në lberin dërkaq. Si mëngjes i brustër, pa anësin që ju frish, vjen fundi i një veçar, pa apokalips. Rëdja e të borës, ty bota nuk të shkoj dërmën, se qëri rastësisht të mbyllë, se kjo të borë që shtroj do në të vërtetën ra për ty. U projektua shto kristalin në qiell të madhe si qëtë, se duke pushoj së rënja ajo kërsa i qetit tokët e tu. Vjeru nga rafur beru, si kërkoj leja prej ti, pastaj shaminga, are dhe me që të skit dhe ma dërri, këshkutis qetën e të botës,
dhe Vjersha, që kishte përgatitur klasa e mësuese Fabiolës, dhe bëmi zratërpitje për klasën e mësuese Fabiolës. Vjersha dhe poezi, për të rriteni do t'i kuptoni akoma më mirë, por ajo që do të vazhdoni, do të kuptoni diçka, që shkrimtarët e mëdhenj ndonjëherë do dasin dhe vetëm me një fjalë. Domethënë, nga një fjalë mund të bëhen libra e libra të tërë. Tek vjershat e poezitë e Ismail Kadares mund t'i studoni dhe duke u rritur do të kuptoni shumë fjalë që janë fjalë shumë goditse. Do të kalojm pak tek slajdi tjetër. Për të parë një tjetër qytet që ka ndikuar shumë ke vepra e Kadares, e njohim besojmë qytetin, dhe qytetin Parisi. Pra, e ne lexojmë veprën e Kadares, do të kuptojmë që pas Gjirokastrës, pas Moskës, nga qytetet që ka ndikuar shumë në jetën dhe në veprën e tij, si profesionale, artistike, ashtu dhe personale, është qyteti i Parisit, ose Franca, shteti i Francës, sepse Ismail Kadare është votuar gjërësisht në Francë, dhe falë votimeve në Francë, në kohën kur Shqipëria ishte në mbyllur, pra ishte në diktaturë, dhe shqiptarët që ta kuptoni ju pak më mirë që do të mbyllur, nuk lejoi të dilnim jashtë, profesor, domethënë të shkonim në shtete të tjera. Jetoi vetëm për brenda Shqipërisë, lejoi që të rije vetëm për brenda Shqipërisë. Nuk mund shkoje të vizitoje qytetet jashtë, Francën, Itali, shtetet jashtë, Francën, Itali, Gjermaninë e me radhë. Dhe Ismail Kadare nëpërmjet veprës së tij e çau këtë kufi edhe doli përtej Shqipërisë. Dhe një shteti i parë ku Ismail Kadare është votuar dhe është përkthyer është Franca. Libri më i madh që e bëri të njohur Ismail Kadare, romani më i madh që e bëri të famshëm ndërkombëtarisht, është Generali i ushtrisë së vdekur. Dhe për votimet në frëngjisht, Ismail Kadarea ka pasur përkthime dhe përkthyes shumë të mirë. Siç për shembull Jusuf Brioni është një ndër to, apo përkthyes të tjerë që e kanë ndihmuar apo votues të shtëpive të mëdha votuese franceze që e kanë hapur më gjërësisht veprën e tij. Pas votimit në frëngjisht, Kadare u bëri i njohur në mbarë botën. Dhe gjua shqipe dhe letërsia shqipe, pas veprave të Kadares, dhe të lexoi dhe në gjuhë të tjera. Një nga romanet që ai përshkruan Parisin, apo kryqëzime nga Parisi, apo gjëra të shkruara në Paris, është Mëngjeset në kafe Rostan, e cila është një kafe shumë e njohur në Paris, në cilën Kadarea undi gjithmonë dhe pinte kafe dhe ka shkruar dhe kujtimet e tij. Kalojmë tek slajdi tjetër. Pekini që folëm për koncert në fund të Stinës, që është libri i dytë që vjen nga linja Koha e Grindjeve, pra mbas dimrit vetmisë së madhe. Kalojmë ke slajdi Pekinin e tij që është në Kijev. Nëpërmjet Ismail Kadares ne thamë mësojmë historinë, po mund të njehemi dhe me qytetet shqiptare, mund të zbulojmë dhe qytetet shqiptare, si për shembull në romanin Kështjella, ku fitet historia e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, përshkruhet rrethimi i Krujes. Ismail Kadare nuk ishte historian, është shkrimtar dhe shkrimtarit i jepet e drejta që kur bën letërsi, kur bën art, të luajë dhe me personazhet historik. Një nga romanet shumë të bukur që përshkruan rrethimet e një Kështjelle apo rrethimet e Krujes apo luftrat e Skënderbeut është dhe romani Kështjella. Ju e dini që Ismail Kadare ka dhe një poezi shumë të bukur për Skënderbeun, e kemi mësuar në shkollë. Kalojmë ke slajdi tjetër. A mund mundonte Tirana? Si mendoni? Ismail Kadare jetoi në Tiranë. Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë. Atëherë, në shumë libra të tij do të shihni që Ismail Kadare përshkruan qytetin e Tiranës
që nga nëntori një kryeqyteti ku përshkruhet lufta për çlirimin e Tiranës dhe në shumë libra të tjerë që përshkruhet Tirana gjatë periudhës së diktaturës, jeta në Tiranë, xhirot tek bulevardi i famshëm dhe shumë gjëra të tjera që po të pyesni mama, baba, gjyshi, do ju tregojnë se si ka pas qenë jeta më përpara në Tiranë. Në qoftë se ne do të lexojmë tek slajdi tjetër, një tjetër libër shumë të bukur, që është libri Prilli i Thyer, ne do të zbulojmë dhe për traditat e zonës së Veriu, ku është Mali i Oroshit, i cili përshkruhet në librin Prilli i Thyer. E dim që Mali i Oroshit dhe në pjeshkët e Oroshit dhe në Shenjti ndodhen në zonën e Mirditës, por te ky libër Ismail Kadare përshkruan kanunin, përshkruan ato tradita në zonën e Veriut dhe ju keni dëgjuar dhe për kanunin, keni dëgjuar dhe për çakmarin, keni dëgjuar dhe për traditat që kryesisht janë në kohët e lashta, kanë ardhur që nga kohët e lashta të zhvillimit të shqiptarëve. Pra, ishin shkuar ligjët dhe gjithë Shqipëria ka dhënë se te kanuni i legjit dhe në këtë formë funksionon shteti shqiptar. Tani më nuk ekziston në Shqipëri, por Veriu e bën akoma situativ, ka akoma ato bazë të themelës tek kanuni i legjit. Në disa zona ka pasur kanune të ndryshme, por më i njohuri është kanuni i Dugagjinit. Çfarë ishte kanuni? Kanuni ishte një grumbull ligjesh që vendosi që njerëzit me njëri tjetrin të kishin harmoni, siç është sot kodi civil, kushtetuta e vera, të drejtat dhe detyrat. Tani, kalojm pak tek slajdi tjetër kemi më? Jo. Kjo ishte nëpërmjet veprës Kadares, pra ne mund të njihemi me qytete, mund të njihemi me qytetërime, mund të njihemi me histori. Por duhet kuptojmë që Kadareja ka shkruar proza, që Kadareja ka shkruar pothuajse të gjitha, i ka prekur të gjitha gjinit leterare, dhe mbi të gjitha Ismail Kadare ka formuar, mund të themi se është një nga simbolet që ka formësuar identitetin shqiptar. Por, përveç kësaj, që na ka bërë të njohur, Ismail Kadare mund të cilësojmë si një akademik dhe si një gjuhëtar që ka zhvilluar gjuhën shqipe, sepse ka futur në fjalorin e gjuhës shqipe shumë fjalë të cilat e kanë pasuruar atë. E kanë pasuruar më shumë fjalorin. Për shembull, Kryshta Vjola dhe Krysara do të na japin disa shembuj. Dhe unë do t'ju tregoj pastaj edhe një shembull. Para se të nis me fjalët e reja që Kadare ka përdorur tek veprat ose tek futja e fjalëve të reja, desha të thoya vetëm të fjalë për veprën e Kadares. Gjatë kohës të komunizmit, shumë vepra nuk u censuruan në vendin tonë. Çdo të censuruan, u ndaluan që nga vepra e shumë shkrimtarëve u censuruan, nuk u lejuar që të publikohej ose për publikun e gjerë. Vepra e Kadares e ka përceu edhe këtë, siç e tha profesori pak më përpara, e ka përceu edhe këtë hap, sepse Kadareja ka sjellë shumë mirë tek lexuesi atë realitetin shqiptar të atyre viteve. Në rregull? Dhe këtë më mirë e shohim tek Pallati i Andrave, sepse aty tregohet për realitetin tek institucionet shqiptare në ato kohë, institucionet shtetërore. Pra, Kadareja e sjell aq bukur atë se çka ndodhte brenda institucioneve dhe ajo vetë nuk u censurua asnjëherë, ndonse tregonte një realitet shumë të fortë të atyre të institucionit në ato kohë. Pra. Disa nga fjalët e sjella të Kadares në veprën e tij janë akullnaj, që ju jeni shumë të vetit, por kur të rriteni pak më shumë, do t'i lexoni veprat e tij, do t'i shikoni, do t'i dalloni këto veprat e tij. Janë akullnaj, mjekullnaj, pyllnaj, pra është kjo
sepse shiko, Kadareja tek vepra e tij është shumë objektiv. Pra, është shumë i ftohtë, nuk qëndron subjektiv tek vepra, nuk qëndron i ngrohtë në veprën e tij. Do shikoni siç për shembull sot ne nuk gjejmë një fjalë gjegjëse në gjuhën shqipe dhe themi atë në anglisht. Kadareja gjithmonë ka gjetur një fjalë gjegjëse unike të tjetër e ka futur në fjalorin e gjuhës shqipe. Nuk ka përdorur shpesh fjalë të huaja. Nuk ka përdorur nuk gjen fare fjalë të huaja. Po, se nuk gjen fare fjalë të huaja tek vepra e Kadarejës. Kështë terma në shpëndim të juër, të faktë, të tjera nuk gjen fare. Jo, nuk gjen asnjë fjalë tek vepra e tij. Që ta kupton një profesor çfarë është diktatura. Në fakt dyshar, pastaj vazhdojmë. Diktatura, shikoni, nuk është kjo që po jetoni ju sot, ju jeni me shumë me fat, po a që ju jetoni sot, ju mund shihni televizor çfarë të doni ju. Ju mund të lexoni çfarë libri të doni ju. Ju mund të shikoni çfarë filmi të doni ju. Ju mund të dëgjoni çfarë këngë të doni ju. Ndërsa, kur themi Shqipëria ishte në diktaturë, do të thotë që shumë këngë nuk i dëgjoni dot. Shumë filma nuk i shikonim dot. Nuk ishte ka shumë kanale satani, nuk ishte televizor ka shumë satani, nuk ishte internet, nuk ishte YouTube. Pra për ju është e pakuptueshme. Por për prindërit tanë dhe për gjyshërit tanë që e kanë jetuar atë kohë ishte një periudhë errësire dhe prandaj Kadareja ishte një dritë shprehse, si dhe çdo shkrimtar që shkruante, sepse shikoi çfarë njeriu kishte etje për të mësuar, për të ditur, për të zbuluar diçka dhe nëpërmjet shkrimeve të Kadares shpesh njerëzit dhe parashikonin se çfarë do të ndodhë apo përpiqeshin të lexonin se çfarë do ndodhte. Do i lexoj këto fjalë që njerëzit ka humbur ai në fjalorin e shqiptar. Atë do të lexoj dhe një fragment ku është kjo fjala. Për shembull tek shtjella. Pastaj propollimat u ndjen prapë në shkryje lart, pastaj anë për qark gjithmonë e madhe. Është anë për qark, që do të thotë aty sikur rrotull. Kemi edhe diellisht, që është thoshin se ishte i bukur dhe ishte aqe dhe mjekulla dhe unë ashtu kisha dëshirë ta konstruoja. Të kaltëm me si një diellisht, sikur sa kishte hapur sy pas një nate rrobërje nga ëndra e keqe. Do të thënë diellisht vetë i mbushur me diell, ka shumë diell. Edhe argëtoi, me padrurin kishte shumë të shfaqeshin dritat e Tiranës dhe kur i kishte argëtuar që larg kishte marrë frym i letësuar. Argëtoi, do të thotë shikoj, ka shikuar që nga larg. Edhe kemi gjithashtu shumë shkruajtje të tjera, që ai ka pusur tek fjalorin shqipe. Ismail Kadarej ka luajtur shumë me fjalët. Për shembull, nëse do të lexoni Mosmarrëveshja e Shqipërisë përballë të vetes, do të shikoni që Ismail Kadarej vetëm nëpërmjet fjalës komb, e keni dëgjuar shpesh fjalën kombi, dhe shpesh kur themi kombi themi atë por kombi Ismail Kadarej ka dhënë dhe një kuptim tjetër. Ju e dini që babai i kombit shqiptar quhet dhe është Ismail Qemali, sepse është themeluesi i shtetit shqiptar që ngreli ka muri në Vlorë. Dhe Ismail Qemali në historinë e tij dyshohet se u edmua dhe vdiq i edmuar në Itali. Të ngjarje historike, bashkë me fjalën komb, në mënyrë shumë të bukur profesor dhe shumë të mrekullueshme, Ismail Kadarej e ka trajtuar në një kapitull të ky libër ku e lidh ju bën një komb në gryp, pra ju ndodh një lëmsh në gryp. Pra kombi që ky po punonte aq shumë, po sakrifikonte aq shumë, ju ndodh në fund dhe i mori dhe jetën. Sepse dyshohet që u edmua për atë që ai përmendte për shtetin shqiptar, pra armiqtë e shtetit shqiptar. Pra, kur ju ta lexoni do ta kuptoni që një nga stilet shumë veçanta të shkrimit të narrativës së Ismail Kadares është që ai luan me ngjarje historike, me personazhe historik dhe i kthen shumë mrekullisht letëralisht. Nëse do lexoni Kronikë në Burg,
Ju keni dëgjuar për Gabriel Garcia Marquez, që është novelist dhe njihet si baba i realizmit magjik, si themeluesi i realizmit magjik. Por unë ju them që nëse do të lexoni Macondo dhe 110 vetmi dhe do të lexoni Kronik në Gur të Ismailit Kadares apo vepra tjera, apo kur flas për këto dyja, do të shihni shumë të përbashkëta. Dhe tek Ismail Kadaria do ta gjeni realizmin magjik. Por jo vetëm realizmin magjik, por do të shihni që ai shumë gjëra që shumë gojëdhëna, shumë gjëra që mund të duken të rëndopta në jetën e përditshme, i thente shumë magjike. Për shembull, keni dëgjuar ju për plakat e Gjirokastrës? Nëse ju do të lexoni Kronik në Gur, do të shikoni që ai përshkruan shumë me një stil magjik plakat e Gjirokastrës. Me fines, po i them pak edhe si legjenda, i them pak edhe si gjëra fantastiko shkencore. Time Center, që në themelimin e tij, përpara 10 vjetësh, ne kemi mbështetur gjithmonë dhe kemi munduar me mundësitë tona ta promovojmë, kemi marrë shumë nisma për që Ismail Kadares të promovohet dhe ta mbështesim për të marrë çmimin Nobel. Ju thash dhe një profesor, letërsia shqiptare meriton të ketë një çmim të niveleve të larta ndërkombëtare dhe niveli më i lartë ndërkombëtar është çmimi Nobel. Ne e meritojmë, nuk na e bëj dhurat. Ismail Kadare me veprën e tij e meritonte dhe ne prandaj jemi shumë krenar që e kemi mbështetur dhe jemi munduar gjithmonë ta themi dhe vazhdojmë ta besojmë, akoma vazhdojmë ta besojmë që e meritonte dhe meriton çmimin Nobel. Tani klasa e dyshtarës. Dalim të përpara. Këta si që duken e kanë dashmën të shejta. Mendoj generali ndryshe nuk do të përgëtoni natën për të ndodhur në një gëzim. Sa do i madh qoftë ky. Si që duket po pije shi i madh. E një natë të tillë nuk është e mundur të hapush as llogore, sepse llogoria mbushet përgjithshëm me ujë. Thonë se ti vlet të vrarët e vendit tonë, pasi ke mbledhur shumë dhe do të mbledhësh akoma më shumë të tjerë, mbasi do t'i mbledhësh të gjithë, por dije më mirë se njërin nuk e për ta gjetur kur. Në jetën të jetëve ashtu si në jetën të jetëve unë do ta gjej më kur vajzën time dhe burrin tim. Sa do të doja, do t'tregoja për atë që ti nuk do ta gjesh dot kur, por nuk e bëj sepse nuk dua të kuptoj të zezat e luftës këtyre dasmoreve. Që vinte atë natë, në tepër se sonte, uj buiste kudo. Nuk ishte e mundur të hapi gropën, se gropa mbushi përgjithme me uj, një uj i zipi, sikur buronte ganata me gjitha të unë e hapa gropën, po nuk do të tregoja asgjë për të mos pishur gëzimin e të tjerëve. Qoftë edhe gëzimin tënd të i markuar. Generali ndezi një cigare dhe për çudi cigaria e tij i u duke rrobën dhe e papuqishme. Përpara që bukshve të mëdhenj prej shope të zinja e të gjata që i mbanin leqta midis fjalëve që thoshin si për të mbanin me të ritmin e shtruar të bisedës. I zoti i shtëpis ai plaku i vjetër që e priti në fillim fare në korridor erdhi dhe e ul pranë generalit. Medalja e të verdhe që i tundi mbi rrotën e zezë prej një gjokse shatarës dhe i duke gjithmonë se pas çdo medaljeje të tillë ishte fytyra zvetë e një ushtari që vrarë nga ushtria e tij. Generali buzëgjisi fytyrë
plot rrudha, të plaku që i kujtoj një copër trumë të tharë e të plasaritur, për akoma të fuqishëm. Një njeri që e kishte përka, ai që i kishte tiru në fillim grejen i kodën, i përtheu fjallën e para të plakut. I zoti i shtëpisë i kërkoi ndjesën në safirit që nuk e mbajti me muabet, sepse miqtë akoma s'kishin paruar së ardhuri dhe ati i duhet t'i priste të gjithë. Generali dhe disa ju lutën dhe ju falën. Deri duke tundur kokën, plaku reshti dhe titi që i bukën nga dalpa. Pastaj pyeti me zë të qetë. Generali i tha, plaku të ndikokën i menduar dhe generali o kujtoi se ai nuk e kishte dëgjuar kur qytetin e tij të rinjës, megjithse ai ishte qytet i madh e i famshëm. Ke grua, dhe plaku. Jam i martuar, tha generali. E kam dy fëmijë. Plaku si thirë, në shërit që lutën dhe në dalë të të muaca e rëta. Në dalë që marmuan muaca e rëta. Dhe duke që i rëzitit shumë të feshte. Generali përdu se plaku do të foshte i kërishta të gjëtë. Në cilën a i tretje kur gjonte nuk të të vendi. I përsëri ardhën. Ta plakën e së pari të qenë dhe generali e shpoi një sikik në zemër. Gjatë kohë që ishte aty, ai qetëroi mund, përsa bisedën që mund të bëjë shkak provokimesh dhe mundoi ta bënte veten që të arrente përse ndodhej këtu thjesht si një turist që interesoi për rritet e një populli të rëndasht që tua tregonte pastaj në dorë. Miqve të tij në ardhe. Por jam në fund biseda e nathuar kishte plasur dhe generali vendua që kishte ardhur në dasmë. Vazhdoi plaku. Në mirë që më mbledhur në shkarë e mlarë se të çdo haro i përëndisë duhet të grehet në bankitin e bananën e tij. Generali të ndikokën i heshtur në shej pohimi. Plaku ngrit rënd dhe kërkoi ndjes sepse i duhej të priste e të përcinte miq të tjerë. Generali piu i vetësuar tani është përsëri në qetë. Tani mbulosja e provokimit kaloi dhe ai duke generali filloi t'i thashë ta gjua. Ata në respektojnë. E tha shumë të shkuara, të arruara. Çfarë tha? Thashë se në këto raste nuk kuptohet mirë të mbaron zakoni dhe këtu. Dhe ku filloi respekti. Si përgjigjë prifte. Për generali ka gjithmonë respekt. Generali theu dhe një dorë. E dini që mendoj? Sa gati me dina të ri duke ju afruar reflektuar, priftit Kam qef të ngrihem e të kërcejo vallë. Prifti u mandis. Periodisht e
Në datën Lërmani që qetët drejtëshi e lumë. Nuk dua të më kontrollon në tjerë. Dua të drejtë. Të dalë. Po që më dëgjoni. Do të
Andaj nga erdhe. Nuk e kupton që je i tepër këtu, po i mallkuar, ti e kupton vetë që je i tepër këtu. Ti e ndjen që një njeri, po të mallkon në këtë dasmë, se mallkimi i nënës nuk vetë dëm kohë. Megjithëse, nderoheshme, ti e kupton se nuk duhet të vije këtu. Mundohesh të shkesh atë që kupton, po nuk është e dorë. Të vide dorën për në botën e jakit dhe në sy të kalon një plot ujë. Thonë se ti mbledh të vrarët e vendit tanë. Mbase ke mbledhur shumë dhe do të mbledhësh akoma shumë të tjerë. Mbase do të mbledhësh të gjithë, por dije se njëri nuk e për të ngjitur kur në jetë të jetëve. Ashtu si në jetë të jetëve, kur nuk do të gjithë, nuk kur vazën time dhe bëjën time. Sa do të doja të të regoja për atë që ti nuk do të gjithë, do të kur. Por nuk e bëj, sepse nuk duat të kujtoj të zezat e luftës këtyre dasmorëve. Shi dhe dinda të natë në tepër se sonte. Uj buronte nga nata. Megjithatë, unë hapa grofën. Po nuk do të tregoj asgjë, për të mos prishur gëzimin e të tjerëve. Qoftë edhe gëzimin tënd i mallkuar. Më kanë se ti pyete veçanërisht për të, siç duket keni kohë që e kërkoni dhe nuk e gjeni dot. Po përse ke pyetur dhe ke kërkuar më shumë atë kolonel të zi. Mos valla e ke pasur mikun tënd, me siguri e ke pasur mik, përderisa e kërkon kaq shumë. Gjithë mbrëmjen nuk lan njeri pa pyetur në fshat, sepse të gjithë e dinë se ai te jetë në dhe ti këtu rroki. Por asnjëri nuk jam mendja që do detaj. Do të ikësh pa e madhe, një punkton në zi, që më kam përdorosi jetën, dhe ikësh sa më parë, sepse edhe ti e mallkuar si ai. Tani ri i uëtë si një qenjë. Dhe të qesh do të shikon se si kërcine e dy fort. Unë e di se që kënë në mëndja. Ti me ndonë se si do të vjetë që të sullesh nga anët tona me ushtri dhe të nga djegësh e të nga djegësh dhe të nga vrasësh si që bënë shokët e tu. Nuk duhet të vje në këtë dasëm. Të trideshin gjyku kur të niseshin për këtu. Së patu hirin një të muatatës shatu të muan që në vdesës. Por që bëhet këtu kështu ti po të tonë në balës dhe ti të do të ndihesh, po bëhet buzën në balës. Por ndihesh daljeni, po kështu kjo është e tepër, gjënon nga Zoti. Ju jeni shumë të vegjël për të lexuar një roman të tillë dhe për ta kuptuar, por gjithsesi ju përgëzoj, sepse generali i ushtrisë së vdekur është një nga, siç e tham pra dhe më lart, është një ndër veprat me cilat simbolizohet Ismail Kadare. Por shumë veprat e Kadares janë kthyer në filma, janë gjetur mrekullisht nga artistë shumë të mirë që kanë nxjerrë Shqipëria në filma me batutat dhe me skenat të cilat mbesin gjatë në memorie. Gjithë që kërkesa e gjyqtarës e lexoj dhe do të bëjmë një përdorëtitje shumë të fortë për ta. Edhe pse janë të vegjël, unë munduam që të përballen dhe të lexojnë një roman shumë të vështirë, siç është Generali i ushtrisë së vdekur. Do ta shohim se sa bukur është interpretuar kjo pjesë
nga artistët shqiptarë në filmin Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur. Ta shikojmë pak, që ta kuptojmë romanin. Sa mirë është. Interesante, apo jo? Këta po në respektojnë. Ne po imponojmë atyre respekt. Me se kemi që në rëmish. Vdekën e respektojnë kudo. Jemi sigur se në të dasëm, as një rrët nuk i shkon mundja të punë të rëmishis. Më duket se u kanë rëmi qafë. Shikoni që hare. Që së mbaj do të një model, por të të gjenë në këto. Ju lutëm. Dhe mirë që jemë të shtate ka. Se shto robi përndis dhe të treti bakavetim. Shumë bukur, zërë. Tani që pa fra në fund e misionit tonë, fati në rojë për një surprizë të tjera. Kam qeni pa drejt me këta njerëz. I kam bërë vetëm si isha të liqë. Ata në respektoj. Në të rrasë në kuptohet mirë se ku mbaron zakonin dhe ku fillon respektin. Në generale, gjithmonë ka respekt. A e kemi që në dhës? Do ngrihem të përcejnë e nësa. Jo. Që jo. Në që që gjëri që mori, bot të frej. Unë e zërën se për në të gjërë. Po të të flekëm kërtit me së rapë. Generali të në pashtim është në kontrol. Do më grijim dhe pekëm. Unë një të një.
se pret me dorë falsën. Ti shoklati koloneli të zile. Kjo është monologu që lexuat, i cili është nga pjesët më të bukura të romanit Generali i Ushtrisë së Prekur. Do të kuptoni diçka që Ismail Kadare, veprat e Ismail Kadares nuk janë kryer në filma dhe në teatro vetëm nga artistë shqiptar, por janë bërë edhe nga të huaj. Janë siç është filmi Prilli i Thyer, pra që është bërë me artistë të huaj, dhe siç është tentuar që të bëhet dhe generali, dhe siç është bërë Generali i Ushtrisë së Prekur, prapë me artistë të huaj. Për ta mbyllur, kemi në fund klasën e Zysh Kristianës, të cilët do ta kanë përgatitur dhe ata diçka për ta përfituar shkrimtarin e madh. Kemi? Atëherë, para se të dalim, ne kemi marrë një fragment të shkurt nga romani të Shësolli Dorofinë. Kinet botërisht që Shqipëria një shërbesën dhe përmjet prisme, ka për fjallën e vetë, se të Shësolli Dorofinë kjo është kita musulmore dhe kjo është të historisore, pra pjesa e shqiptarit, se si një vlla pasi qdish, arriti të mbajnë akoma fjallën e vetë në nësëtis dhe ja qoj Dorofinë pra mbajnë dhe tradinë të rritë në shqipish. Pesta e Konstantinit është pjesë e tregimeve të mosshme shqiptare që ju mund ta keni lexuar dhe tek Mitrush Kuteli, Serena Rajsa e keni bërë dhe ke ora hapur që kemi bërë për Mitrush Kuteli me Zyshenisën, dhe Ismail Kadare ka marrë shumë nxitje nga mitologjitë dhe legjendat shqiptare dhe ka kthyer pastaj mrekullisht në romane dhe proza fantastike. Kuptimi në fund i të shëmbitur e mbledhjes së madhe. Ishte një ditë e marrëdur nga ato që kujtohen se është e diel të duken dhe më të ftohta. Rreth e larta rinin të palëvizshme, si të ankoruara në qendrën e qiellit. Oblori i brendshëm i manastirit, të breshtit të pronave të ruajtur në sultanët e lartë dhe të ftuarit që mbushur qyrsher të mëngjes. Rreth turmave të përnuara, su mbeti që fitur pjesë të zinjës dhe përjashta. Në tjerimin jashtë kurve, me shpresë se njëta ka të tërmendin për diçka. Patjetër që do të tërmendin për diçka, ma atje shumë shpejt, përderisa ata ishin mbledhur i parku mes të cilit do të kalonin ngarmen, do të mbushur pastaj suvaj për botën. Do të shkon shumica në shashje e përma, do të mbrojtën nga superina ata në shkonin bankur e kuajve dhe të karrocave që mbërrinin zëra pas tjetrës. Ishin të mbrengur, para kohë. Ua salo që më të ture, nga brenda, me të kapër syra për mes sunit të tyre, mund të ishte më rëmitare si një erë e madh. Por ata kishin ardhur aty për ta dënuar atë herë, apo atë njoftimin. Shkallinjat e fronën në oborin e brendshëm u busheshin ngadalë. Të fundit zumbën në ato, i dërguar i princit unitari nga Bizanti, i shoqëruar nga kryepeskopi Principatës edhe stresit, zhvoni të cilit i zi me prirët e barkës dhe sipër saj, e tregon dhe jo vetëm të gjatë, por edhe më të zbetë. Kryepeskopi u shkëput nga grupi të ftuarave dhe eci drejt portores, për të hapur si të duket me mbledhjen. Shumë zëra thanë qetësi. Derisa heqja nisë të shtrohin nga dalë në oborin e madh. Dhe vetëm kur ajo u bë pak a shumë plot, u dëgjuan një zhorin që gjërat erën në kishte tjerë. Ishin turma të shmuar të manastirit. Zëri i kryepeskopi përpiqet të ishte i fortë e i këmbueshëm, por atij i mungonte lartësia e katredares, me të cilët që mosa për të qenë i plot. Ai nisi të acarohej për në pamjatëshmërinë e zërit të vetë, ku kollet dhe pas pyetën. Por zëri i vlerësohej në një mënyrë të pamëndshme, se i hapësirës sohore muaj të cilit të të ndihmonin ndoshta disa të dërguar një farë jehonës të mos ishte nga ishte ulta. Në gjitha të kryepeskopi nuk ishte. Ai foli
shkuar për qëllimin e kësaj vjedhjeje të gjerë, e cila u thirr për të sqaruar mashtrimin e madh, që për fat të keq gjë së pari dhe këtë takon në lidhje me të ashtuquajturën rritje e dikujt babarit dhe udhëtimin e tij në një të gjallë. Ai theksoi fjalën e dikujt me një që të vinte siç duhet, se në sy se ai stimulonte ekipëmente asemenea contadini clementinës. E hodën e kësaj qëtërie, anë ba principatës, për të kufiume të saj, ma të kufiume të ardhjet, për të faqet e faktit të tërvëshme, që mund të shkaktonin njerëzit të tilla, të qëmës të ligjeshit të gjollonin zërisht, dhe së fundi për të përpjekjet e kishës së Romës për të shvitëzuar këtë çmëritje kundër kishës së shenjtë bizantine dhe masat e kësaj të fundit për t'i qenë maskën të vendimit. Dhe tani fjalën po ja jap kapiten Stresi, që mbrafua me hetimin e Nodis dhe që do të mbajë një raport për të hollësishëm për të gjithë rrjedhën e saj. Ai do të sqarojë këtu një për një e pikë për pikë, se si u sajua kjo remedish, kush fshije pas të ashtuquajturi i vdekur që kinë u blit gabari. Që ishte në të vërtetë i ashtuquajturi, u gati për motrës me banan e vdekur, çdo dhe më vonë dhe si u zgjulua e gjithë kjo. Në mërmorime fuqishme mbuloj fjalët e këtij furi. Ndërkohë që Stresi u shkopu nga bindi dhe isri dhe përdores. Ai kritikon. Shtrëtunën e ka interpreti gjërsa mbi të bindi shtresa e parë e ishte. Razet e para shkëtën një zë gjyri pa një ushe të furi, por që erdhi të konfiguar nuk në bësh. Sa më shumë që jeshja të lopëve. Ai parashtër radhazi në lidhje nacionale do të jetojnë e më pas ngritjen e Trontinës. Bujimin e saj se erdhi me duan e pritur. Shimet e tij së muslimanshkues ishte futur në këtë mes për të kënjur Trontinën. Së mos Trontina kishte ndonjë rëndë nga të vetë. Stresi, se mos të dy ata Trontina me sjellës së saj për njohur, ishte vërtisur një mashtrim të përballë. Se mos ishte diçka tjetër, që nga marrje e bon, largje llogaritja në çështjet e stambit. Ai tregoi pastaj për masat e marra, për zgjerimin e së për mbolitimin e arkivit të familjes, për kontrollin e mobilinat e pikat e kalimit, si që të dështime e gjithë përpjekjeve për të ndryquar diçka në minister. Pastaj Stresi për polisin e ka shumë të para, për vajtorin dhe të dyshimet e tjera, se më të Trontina kështë qenë të shminur, në udhëtimin e saj në Pollan, se kështë qenë të drejtuar të sigur. Mirë po, erdhën të dërguar nga familja e Gurit, dhe kështu u vërtetua që ky udhëtim që e bërë vërtet, dhe që Kalosi që e kishte marrë atë, pikal ishte parë vërtet me sy. Stresi tregoi pastaj për masat e reja që ai zyrtarët e tjerë të principatës u detyruan të merrnin për të dhënë një shpjegim të këtij misteri. Masa që çuan në fund në kapën e mashtrimit, do me thonë ato që kishte luajtur. Rolin e vëllait të vdekur në kujtimin e dy Robertëve dhe Konferencine. Këtë njeri unë e mora vetë në pyetje. Në fillim e mohoi që njihte Trontinën. Ai mohoi gjithçka dhe vetëm kur unë dash urdhër ta vinin në torturë tregoi të vërtetën. Dhe ja e vërteta sipas tij. Stresi vazhdoi të kishte për rutimin e të përkohësoj. Një memorim dhe vëstimi shoqëron nga një fjalë të tij. Duke sikur të gjithë kishte pasur në forë që ai që tani e pozishme të freskojë si një punis i varëtimi apo burë, dashuroj dhe nga qapo. Memoriva kalon palë, për te mureve të manastirit, por jashtë të sheshit, ashtu që kishte kapituar heshtja, rëqetja dhe të neve. Këtë pohoi ai. Këtë pohoi burgosuri. Ishte mesnat. Që të si janë visë të të rojë, për burina që vinë të gazë të fundit, që do mund të përjashka, ishte e ndërmjeshme. Ishte mesnat kur ai mbara rrëfimin e tij atëherë unë për habine ndihmën vetëm mi, urdhërova ta vinin prapë në torturë. Unë e vura atë në torturë sepse dyshova në rrëfimin e tij. Tani jepi, shkatërroi gjithçka. 7 ditë ai e duroi kusmën, ndërsa ditën e 8 pohoi të vërtetën. Do me thënë pohoi se gjithçka që kishte këto gjëra atë kishte që mashtrim. Përmeti dokumentin e të cilit ai kishte ndyrë i pari, kishte qenë vërtet përderisa tani erdhi zoti, pa përdones, për të se është firma e çdo të leti, për te për fuqishme. Ishte thrillim i plot. Ky njeri nuk e kishte
njohur kur Dorontinën, nuk kishte folur kur me të, nuk kishte udhëtuar, nuk kishte bërë dashuri me të, dhe as më pak e kishte sjellë natën e 11 dhjetori në shtëpinë e saj. Ky njeri ka qenë i vënë enkas për të sajuar një mashtrim të tillë. Po, i vënë enkas. Ky Orfinov e luajti shkëlqyeshëm rolin e tij në fillim, kur mohoi se i njihte Dorontinën, dhe po aq shkëlqyeshëm më pas kur pohoi se kishte sjellë atë. Por siç ndodh shpesh me mashtruesit e mëdhenj, të cilët traktojnë atë kurse presin, dhe nga gjërat e vogla gata e trajtojnë një vogëlsi. Vogëlsia këtu për sa më i besueshëm dhe sidomos gëzimi i parakoshëm që arriti qëllimin, e ngucën të fliste hollosi të panevojshme dhe aty maska i ra. Ky mashtrues pra, ky sjellës i rrejshëm i Dorontinës. Atëherë kush e solli ato grua, i drekuri? Kush e solli Dorontinën? Unë do t'ju përgjigjem përderisa e kam marrë përsipër këtë hetim. Kini durim, kirësi, kini durim njerëz bujarë. Atëherë kjo ishte pjesa përgatitur nga klasa e dysh kristianës, bëjmë një gratitje. Shumë i bukur i Ismail Kadares. Kjo ishte ajo që të kishim përgatitur për të përkujtuar shkrimtarin e madh në një kohë shumë të shkurtër. Dhe pse do dëshironim që mos ishte ky rasti për cilin do ta bënim, po siç thamë gjithmonë, kemi bërë aktivitete për të promovuar veprën e Ismail Kadares. Të gjithë njerëzit nuk vjen një ditë që mund largohen nga kjo botë, por ajo që mbetet është vepra, dhe vepra Kadares do të jetë gjithmonë një vepër me cilën Shqipëria do të krenohet dhe ne si shqiptarë do të krenohemi kudo.